artist duhet t'jesh brenda në shpirtin tënd, që nëse je artist në shpirt, atëherë të do edhe ata që ju ndjekin. Atëherë ato që ndjekin duhet që në lidhje me punën, në lidhje me atë çka bën tjetri të vlerëson. Dhe është vlerësimi, nuk është ajo që duket sipërfaqësore. Pra është dita ku çdo gjë peshohet, vlerësohet dhe më pas jepet verdikti. Verdikti do t'jetë pozitiv dhe jo negativ. Kjo ditë pikërisht është një ditë ku Mërkuri nga Akrepi formon një trekëndësh me Neptunin tek Peshqit. Ky është një kënd që tregon intuitën, instiktin e fortë, frymëzimin, artin, imagjinatën, zgjuarsinë, kreativitetin dhe shumë gjëra të tjera. Por ka dhe tendenca për të bërë një xhiro të vogël, një udhëtim të përqetësi. Këtu ku përfitojnë gaforret, akrepët dhe peshqit, që mund të përfitojnë diellin në ascendente që kanë këto shenja. Po pse shenjat e ujorit edhe dje ishin shenjat e ujorit? Apo shenjat që lidhen shumë me peshq, pra janë ajri dhe shenjat e ujit, që dominojnë për sa përket kësaj fillimjave. Ndikimet që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen pikërisht të datës 28 na jep mundësinë dhe kohën e duhur për të zgjidhur çdo lloj problemi që neve kemi apo çështjet që neve na rrethojnë. Por para se të fillojmë me parashikrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në